gjenerat e reja me shfrytzu dikun, me qit dikun. Ose komandant, pse mos marr polici me mos në ligjërat në xhami. Shembull, më kujtohet kufori norvegjez, ai prifti që ka qenë kapelani thonë në kufar. Vikën takime me mua, isha edhe kryetari i bashkisë edhe imam Drenas. Edhe i tham një rast, a ki dëshirë më arë me fol në xhami, me mojt ligjërat para xhamatit tim, tham lejon, thash me gjithë shef. Edhe u kryt xhamaja, i tham xhamatit nalë, e kemi priftin norvegjez i kuforit, normal me uniform. Prifti ka norvegjez edhe kanadez, kanë ligjeru në xhami time. Shembull, kur u marru shkolla e Poklekit, me montazh, i thonë shkolla, kufori kanadez më ka thirr, edhe më ka qit një kërkesë. A ka mundësi me bodoan? Këta komunistat tonë, pse hoxha po përzi këto? Se alo kanë mentalitet komunist. Kufori po më thot ti mi bodoan e përurimit temelit të shkollës. Edhe i kam fotografi, edhe ende moj lidhe me kuforin kanadez, me atë personin që më kanë dëru Kur'anin Renat. Më na mësu neve që bashkëpunimi shtet hoxh, shtet polic, shtet gjykac, prokuror, avokati, është vërtet që ky merr parë me mbrojtje kanë. Por nëse është një rrezik shtetëror, këpë do të më amor parë, po do të më kallzu policit. Ndërun kushtrim nëse më lejon, po duam të u kthyer një herë. Me mbështetjen. Nëse më lejon një herë, po duam. Tek synë më edhe parë këta kriminalin ta bëjnë patriot. Jo, më lejon vetëm këtë. Është më interes. Hoxha din të sfidoj goxha shumë. Interesante, por ja është rënë po vetëm ta është lajgore. E tha në kontekst relaks. Kthehem Bedri tash me ty. Por ka një